Është vërtet që me kalimin e moshës, 35-40, po vjen pas më vonë, mas 40-ave fillon, sidomos mas 40-ave fillon një rënje, një ndryshim hormonal dhe fillon edhe një ndryshim edhe në mukozën vaginale apo në mukozën e organeve gjenitale, pra që do thoja, dhe kjo ndikon në atë që quhet atrofi. Pra dhe patjetër që sikur se e thatë me preparatet e fundit japi një lloj pra zgjidhje të shumë probleme, simptomave, për hiç vërtetës është fatkeqësi, që jemi në 2026, që akoma pacientja vetëm se ka këtë irritimin e jashtëm, pra të kësaj atrofie, pra të kësaj tharje të mukozës, të dëmtimit të mukozës, merr antibiotike pa limit në farmaci apo ndoshta edhe nga kolegë tanë dhe nuk nxiton për ta vlerësuar, për ta vizituar fizikisht, për të bërë një vlerësim të plot klinik, për të bërë edhe një kulturë apo një analizë tjetër hormonal, pra për ta investiguar situatën, përpara se sa të hidhet tek trajtimi. Dhe shoh shpesh raste që ishte një pacient fatikisht shumë larg që kishte marrë pothuajse gjithë gamën e antibiotikëve dhe normalisht kishte krijuar rezistencë.